në këtë edicion do të ndiqni. 35 vjet nga deklarata e 2 korrikut 1990. Policia me plan operativ për sigurinë në komunikacionin rrugor gjatë sezonës verore. Grupi Jeta e Re nga Maqedonia e Veriut, fituesi i festivalit Nodën e Malësisë së Gjakovës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kosova sot shënon 35 vjetorin e deklaratës së 2 korrikut të vitit 1990, e njohur si një nga ngjarjet më të rëndësishme të shtetësisë së Kosovës. Delegatët e legjislaturës së asaj periudhe thonë se ajo deklaratë erdhi si rezultat i unitetit të popullit. Kosova sot shënon përvjetorin e 35 të deklaratës kushtetuese të shpallur me 2 korrik të vitit 1990 me pjesëmarrje të 114 delegatave të Kuvendit të atëhershëm të Kosovës. Kjo deklaratë ishte një akt institucional në realizimin e aspiratave të popullit tonë për shtetësinë e Kosovës. Rushdi Bakalli, njëri nga nënshkruesit e deklaratës, tha se uniteti i vitit 1990 nuk do të ndodhë kurrë, kjo pasi të gjithë delegatët ishin bashkë dhe të koordinuar për gjithçka. Uniteti i vitit 1990 kur nuk do të ndodhë në këto treva. Dhe populli ka qenë unik me një kërkesë, shpalljen e pavarësisë për Serbisë. Një delegat e Gjakovës, Femini Albani, unë dhe Enver Pula kanë qenë këtë kohën bashkë edhe kena koordinu aktivitetet. E duha mi cekë një gjallë që në shtypin Enver Pulës i në taku tërkohën, sepse aty s'ka mujtë me na monitoru, ka qenë shtëpia pak e hinë mrena, aty i na marrësh për gjithë gjanë, besa dhe Kushtetutën Kaçanike i kena nënshkruar aty. Ndërsa Muharrem Shabani, gjithashtu, delegat i asaj legjislature, tha se vështirësitë në miratimin e kësaj deklarate ishin të mëdha, por unanimisht miratuan këtë akt të domosdoshëm dhe të përbashkët për Kosovën. Të gjitha delegatët unanimisht në 2 korrik miratuan këtë akt. Vërtet ai akt nga aspekti juridik, politik, historik, po dëshmohet se ka qenë akt i domosdoshëm dhe atë besim ma pa të dhonë mua. Jo që isha ma i guximshmi, por ishte një besim se kishte një aktivitet gjatë vendoj veprimtarisë, isha me një përvojë edhe të organeve si juristë, atë që ta lexoj këtë. Deklarata kushtetuese e 2 korrikut është një ngjarje me rëndësi të madhe sepse është një ngurthemel në shtetësinë e mëvonshme të Kosovës. Kjo deklaratë ishte një dokument juridik, politik dhe kushtetues. Ekspozimi i veshmbathjeve të ndryshme në trotuare po bëhet shqetësim pothuajse çdo verë për këmbësorët. Bizneset ekspozojnë mallrat e tyre, duke zënë hapësirën publike dhe në të njëjtën kohë edhe trotuarin e destinuar për këmbësor. Hapësirat publike në Gjakovë vazhdojnë të jenë të zëna dhe të bllokuara nga bizneset të ndryshme. Ekspozimi i artikujve posaçërisht i veshmbathjeve nga ana bizneseve është në rrugën Abedin Tërbeshi, përpos që krijon një imazh jo shumë të mirë, në anën tjetër është bërë edhe shqetësim i qytetarëve për shkak të zënies së trotuarëve. Ndërkaq drejtoria për punë inspektuese në komunën e Gjakovës na thanë se ata vite më parë kanë dalur shpeshherë në terren dhe kanë gjobitur ata të cilët i kanë uzurpuar trotuar dhe kanë lënë mallin jashtë. Ata thanë se edhe nga java e tjetër do të dalin në terren. Situata e njëjtë është edhe në qendër të qytetit, edhe këtu disa dyqane kanë ekspozuar mallat jashtë dyqanit. Nuk janë të pakta rastet kur në rrugët e qytetit të sheh syri shenja të komunikacionit të dëmtuara ose të rënuara. Nga mesazhet dhe fotografitë e pranuara nga disa qytetarë, por edhe nga pamjet e siguruara nga ekipi ynë, shihen në plot rrugë shenja të dëmtuara, të cilat natyrshëm mund të rrezikojnë sigurinë e qytetarëve.
Disa prej shenjave sinjalizuese të komunikacionit rrugor në Gjakov vazhdojnë të jenë në gjendje të dobët duke vështirësuar trafikun. Shenja të komunikacionit të dëmtuara, të rrëzuara e tjera në gjendje as pak të mirë të shesyri në shumë zona të qytetit. Rrezikshmëria nga mungesa atyre po vlerësohet të jetë e lartë, sipas disa mesazheve dhe fotografive të dërguara në redaksin ton. Shqetësimin për këtë situatë e kanë shprehur edhe disa qytetarë prapa kamerës. Ata thonë se sinjalistika e dëmtuar mund të rrezikojë sigurinë si të këmbësorëve ashtu edhe të ngasësve. Të njëjtit prapa kamerave kanë kërkuar nga organet kompetente që të marrin masa të menjëhershme në mënyrë që të mos ketë pasoja. Për rregullin në komunikacionin rrugor gjatë fluksit të mërgjimtarve, policia në Gjakov ka nisur planin operativ sezona verore 2025. Milazim Lumi, komandant, thotë se zyrtarët policor do të kujdesen që sezonat verore të shkojë mirë dhe pa incidente. Njësiti rajonali trafikut rrugor në Gjakov gjatë gjithë sezonës verore do të implementoj planin operativ sezona verore 2025, përmes së cilës do të synohet kontroll më i shtuar në trafik, sidomos në kohën e ardhjes së mërgjimtarëve ku fluksi i qarkullimit është më i madh. Komandanti Milazim Lumi thotë se qysh në fillim të sezonit veror, policia trafikut ka bërë shpërndarjen e disa materialeve në pikat doganore si rikujtesë për bashkëdhëtarët që kujdesen gjatë ngasjes. Në Republikën e Kosovës kemi një shtim në komunikacion. Policia në forma të ndryshme bën apel që të kenë kujdes ngasjes të veturave. Konkretisht tani Policia e Kosovës ka bërë një sensibilizim me shpërndarjen e posterëve në hyrje të kufeve, duke i rifreskuar disa nga rregullat kryesore të ligjit të trafikut të komunikacionit rrugor, konkretisht në përdorimin e telefonave, në shpejtësi, në rripin e sigurisë, duke llogaritur që ngasjet e veturave kanë njohuri, i din këto, por kjo është vetëm një rikujtim, një sensibilizim i opinionit të gjerë. Komandant Lumi gjithashtu thotë se këtë sezon verore edhe ekipi policëve me motocikleta do të jetë në detyrë si një mbështetje e mirë për sigurinë e komunikacionit rrugor. Po ashtu, si risi në kuadër të drejtorisë rajonale, kemi edhe formimin e njësisë motocikletave, ku të cilët është java e dytë që janë duke operuar, dhe shpresojmë që do t'ju përgjigjemi gjitha kërkesave dhe do të kemi një verë apo një pushim veror të bashkëdhëtarëve dhe qytetarëve tjerë të rehatshëm dhe komod. Respektimi i rregullave në trafik jo vetëm për të shmangur ndëshkimet, por për të mbrojtur jetën e të gjithë të pjesëmarrësve është obligimi i secilit. Pavarësisht temperaturave të larta, në repartin e pediatrisë në Gjakov, gjendja është e qetë. Doktoresha pediatre Surie Firza thotë se numri i të hospitalizuarve është i ulët dhe nuk është shënuar ndonjë fluks i pacientëve. Pavarësisht temperaturave të larta të ditëve të fundit, reparti i pediatrisë në Spitalin e Përgjithshëm Isa Grezda nuk ka regjistruar rritje të ndjeshme të rasteve të hospitalizuara. Doktoresha Surie Firza pediatre thotë se situata është nën kontroll. Këto ditë që kanë qenë temperaturat e larta, nuk kemi shumë rritje, kemi frekuencë numrit të vizitave ambulantore dhe gjatë 24 orëve, por hospitalizime për fat nuk kena. Kena, por jonat që janë temperaturat e larta, nuk është rrit numri. Ndë rastet që po paraqiten më shpesh janë fëmijët me simptoma të zakonshme të verës si të vjella, shenja dehidratimi e jo vetëm. Gjatë kësaj periudhe të nxehtë, zakonisht i kemi bjellje dhe barqitje për shkak temperaturave të larta, edhe frekuentimit normal të bazeneve, shkurja në det, temperaturat e larta, zakonisht bien fëmijët e dehidruar. Numri më i madh është tek dehidrimet kemi. Për të parandaluar komplikimet, doktoresha Firza jep disa këshilla të rëndësishme për prindërit. Zakonisht, pika e parë që është, duhet prej orës 10 mëngjesit deri në orën 17, fëmiu duhet të jetë brenda, ose nëse është fëmijë më i rritur, duhet të qëndrojë nën hije, po jo shumë orë më tepër se 2 orë në hije. Ora 10 deri në 17 duhet të qëndrojnë në shtëpi, në ambiente të praskëta. Pika tjetër është që fëmiu duhet të ushqehet sa më mirë, me lagje, me ujë, të freskohet. Do të jetë gjithmonë i praskët që mos të na bi deri te dehidrimi, edhe të ketë probleme mjekësore, shëndetësore. Pika tjetër është që zakonisht për foshnjët e vogla, edhe fëmijët më të vegjël nën 5 vjet,
të vishin sa ma lehtë, me tesha të lehta, të pambukut, edhe të preskohet normal. Edhe në mes tjerave duhet të dimë të përgatitin e ushqimit. Gjëja kryesore që kemi për shëndetin e fëmijët edhe më së mari deri te këto probleme që kena verore, duhet që nëna kur ta përgatit ushqimet të përgatitet në maksimum me pastërti. Sa i përket kapaciteteve të spitalit, doktoresha Firza siguron se ekipi mjekësor është i përgatitur edhe këtë sezon ashtu si çdo sezon tjetër. Grupi Jeta e Re nga Maqedonia e Veriut ja kanë dalë të rëmbejnë vendin e parë në festivalin Nodën e Malësisë së Gjakovës. Pjesëmarrëse ishin grupe e valltarësh e këngëtar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Është mbajtur festivali Nodën e Malësisë së Gjakovës, një ngjarje kulturore e cila bashkoi në një skenë artistë e grupe nga trojet shqiptare. Në këtë festival morën pjesë valltar dhe këngëtar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, të cilët sollën para publikut trashëgimin e pasur kulturore e shpirtërore, bashkë me këngët dhe vallet karakteristike e krahinave të ndryshme. Organizatori Ilir Sylmetaj tha se ky organizim është dëshmi e gjallë se kultura dhe tradita shqiptare vazhdojnë të ruajnë gjallërinë dhe të përcjellin brez pas brezi. Përgatitit fillimisht kanë qenë të mira. Fillimisht e patëm një defile në qendër qytetit. Pastaj po presim që për pak minuta të fillojë edhe programi. Këto sonte kanë me zhvilluar mbi 6 grupe, ansamble, edhe mbi 3 grupe rapsodësh, edhe ka surprizat më në zakonisht ka fundi i lojmë disa këngëtar njoftën edhe disa tri që ju japim hapësirën për me performu. Ndërsa Shpresa Lushaj, e bia e Ali Mulës, artist që bashkoi jetën, artin dhe personazhe të më të njohura të jetës letrare, artistike, sportive për rreth 80 vite, mes emocionesh kujtoi disa momente të bukura për të. Emocionet janë shumë të forta. Arsyeja është sepse sa herë vi në këtë event, unë mendoj se takoj babën tem, edhe kam një takim me Ali Mulën. Për mua është vlerë shumë e madhe, mirënjohje, respekt, llakufi për gjithë artistët, kolegët e babës tem, për gjithë ato vite që ai bashkëpunoi bashkë me ansamblin Ardhmëria, sot ata majnë emrin ansambli Ali Mula. Për mua është vlerë shumë e madhe, por edhe një angazhim shumë i madh që trashëgimin që la babai im ta transmetojmë vite me radhë edhe në përbreza. Pjesë e jurisë profesionale ishte edhe aktoria Elida Shasivari, e cila i vlerësoi performancat e pjesëmarrësve në festival. Ne si juri do t'i vlerësojmë se cili kemi detyrat e ndame dhe si çdo vjet tjetër, juria është shumë e saktë, për arsye se duhet të vlerësohet secila ekip që merr pjesë, pa dallim, nuk guxojmë të anojmë dikun tjetër, edhe prandaj ky festival ka sukses dhe besoj që do të ketë jetë të gjatë. Në përmbyllje të festivalit u ndan edhe çmimet për performancat më të spikatura, ku vendin e parë e zuri grupi Jeta e Re nga Slupçani, Maqedonia e Veriut. 2 Korriku shënon ditën botërore të gazetarëve sportiv, një datë që na bën të reflektojmë mbi rolin thelbësor që ka gazetaria sportive në zhvillimin dhe promovimin e sportit. Edmond Thaçi, gazetar sportiv, thotë se puna në informacionet e sportit kërkon përkushtim. Ka ndërhyrë në mënyrë të paljueshme në fazën e sulmit, gjyqtaritor kë Hyssein Gyçek. Në ditën botërore të gazetarisë sportive, Edmond Thaçi, gazetar me mbi 20 vjet përvojë në gazetarinë sportive, thotë se këtë profesion e konsideroi më shumë pasion se punë. Është një ndjenjë shumë e mirë kur e ushtron një profesion që e dëshiron, e don, edhe e ndjen njëkohësisht, sepse kam përshtypjen që gazetaria sportive më shumë dashurohet
se sa është një profesion që të bësh punën të merr rrogën edhe të shkosh në shtëpi. Si që gazetaria sportive është më shumë edhe një pasion, edhe një dashuri që nisë ndoshta nga familjeria dhe e ki si udhërrëfys për gjithë jetën. Me shumë transmetime nga vendi i ngjarjes, tha që ka përjetuar momente të shumta, por veçan një si më të rëndësishmin. Por unë du të ndalesha tek disa momente që i kam përjetuar si gazetar i sportit. E mbaj mend se sot kur e kam nisë si reporter në Radio Kosovë, në takimin flamurtarit Drenica, edhe me zifërisja të përfundon të ndeshja, sepse nuk i bëja dot as 5 minuta transmetim, kurse tash nuk e kemi problem. Por si gazetar, momenti më i ndritur, nëse mund të themi kështu, që më ka bërë krenar, padyshim është pranimi i Kosovës në UEFA, që kishte ndodhur në vitin 2016 në Budapest, kur e kishim përballë një padrejtësi të madhe që i bëj jo vetëm futbollit në veçanti, por sportit në përgjithësi. Aty e kam ndjer momente veten në një presion të jashtëzakonshëm, kur morëm lajmin që Kosova u pranua me të drejta të plota. Pra, ka momente të shumta. Për të rinj që ndrojnë gazetarinë sportive, ai ka një mesazh. Mas pari do të me dasht, si sport, si gazetari. Asnjëherë nuk duhet ta mendosh që me atë pagë të bësh gjithçka për ta marrësh një pagë apo një rrogë. Kështu që të lexojnë më shumë dhe një kërkesë imja do të ishte që të jenë më shumë në teren, sepse tereni është ai që të bën gazetar. Tereni është ai që krijon miq, krijon ura bashkëpunimi, krijon miqësi të mëdha dhe ato miqësi sigurisht që të nevojiten në tallmën të krijosh edhe burimet e tua për ta sjell informacionin tek audienca jote. Jo vetëm të shohësh lojën, por ta ndjesh, ta jetosh dhe ta përcjellësh me pasion, kjo është forca e vërtetë e një gazetari sportiv, tha mes tjerash gazetari Thaçi. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 15 deri në 35 gradë Celsius. Për nesër parashihet mot me diell, me temperatura të cilat do variojnë nga 17 deri në 36 gradë Celsius. 18 deri në 38 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtës, karakterizuar nga moti me diell. Mot me diell parashihet edhe gjatë së shtunës, me temperaturë minimale 19 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 36 gradë Celsius. Për të dielën, temperatura do variojnë nga 19 deri në 36 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Moti i ngjajshëm parashihet edhe për të hënën, shoqëruar nga temperatura 19 deri në 37 gradë Celsius. Për të martën parashihet mot me diell dhe vranësira, me temperatura që do lëvizin nga 19 deri në 36 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. "35 vjet nga deklarata e 2 korrikut 1990. Policia me plan operativ për sigurinë në komunikacionin rrugor gjatë sezonës verore. Grupi Jeta e Re nga Maqedonia e Veriut, fitues i festivalit Nodën e Majsisë së Gjakovës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.